Këtu Zethi i ri. Sa vjeç? Në Zyrën 34 vjeç. 34-35 vjeç. Kryetari i gjykatës. Kryetari i gjykatës. Së kasacionit. Kaq vjeç u bërë 34 vjeç u bërë kryetari i gjykatës së kasacionit? Po. Tani, ky është një moment shumë i rëndësishëm në jetën tuaj. Nga ajo që ju ishit pedagog dhe e thatë dhe vetë që ishte një status profesional po edhe social i lartë, ju bë deputet, pra u larguat nga mësimdhënia, por bët një katapultim akoma më të madh si kryetari i gjykatës së kasacionit pa qenë as një ditë në gjyqësor. Tani e pritë mirë dhe si e bëre këtë kapërcim? Të thiri Berisha tha ti do shkosh atje apo ç'a ndodhi? Tani sa për informacion. Po? Unë isha pedagog në Fakultet Drejtësisë dhe i jepja të drejtën penale. Po? Bashk ishte dhe Max Haxhinja, pedagog, ishte një katedër dhe a jepte të drejtën penale. Gjykata e lartë asaj kohe, po dhe fakulteti, menduan që ne që japim këtë lëndë, të kemi mundësi të lidhemi me praktikën dhe jemi zgjedhë dhe gjyqtar në gjykatën e Tiranës. Kemi punuar disa vite dhe Maxi dhe unë me kohë të pjesme, por synimi ishte që ne si pedagog, duke qenë dhe gjyqtar, lidhemi më shumë me praktikën dhe na ndihmoi shumë edhe në mësimdhënie. Pra, kisha i përvojë si gjyqtar edhe periudhën kur isha pedagog. Ndërsa, në jetë me kanë ndodhur gjëra që nuk i kam parashikuar. Kur s'kam menduar që do isha, që unë do mbasha pedagog pas përfundimit të shkollës, do mbasha direkt pedagog në Fakultet Drejtësisë. Vilës kur diskutonin, kur ishin vit funit, shoqëria, ku ke qef të shkosh, ku do, unë thosha ku të më qajnë. Pra, sepse unë isha një djalë fshatari nga Gziqi i Mirditës. Gziqi është në Mirdit? Fshati Gziq në Mirdit, që është qendra e shtetit të Arbrit para 800 sa vitesh. Pra, unë kudo që të me caktonin të ndesha mirë. Me mbajtën pedagog dhe për këtë u jam shumë mirënjohës profesorëve të mi, sepse ato propozuan dhe ato me kanë mbajtur pedagog. Pastaj, në 90-ën, unë flinja në qytet studenti, ku flinin studentë dhe si pedagog. Ishim 3 pedagog në një dhomë vogël, me kë ishin të fornelat, me 2 pedagog të tjerë. I mund? Po si, Pal Nikoli, profesor Pal Nikoli, i cili është një shkencëtar i vërtet dhe vazhdon të jetë profesor në Tiranë dhe a jetë shëmbitrar, dhe pra ne ishim me studente dhe kur fillun protestat, demonstratat, lëvizjet, i kemi përjetu së bashku me studentët. Pra, ju bashkova lëvizje studentore, por unë nuk doja që të isha i angazhuar aktiv në politikë. Biles dhe babajmë, edhe kur u zgjodha deputet dhe kryetar gjykate, babajmë që ishte pa shkollë, 80 sa vjeç në atë periudhë, u mërzit, azef, unë të njotë, mos u merr me politikë, nuk, je shumë i sinqert, i hapur, i ndershëm. Ta tha babaj? Politika të ha kokën. Pas ka qenë si në vesh të Zotit a e fjale babajt? E kujtoj dhe... Politika të ha kokën, tha? Po, e tha si një i vjetër i pa shkollë, po kishte shkollë në jetës. Shumë e bukur. Dhe, pra, edhe deputet nuk është se kam dashur. Me kanë ardhë në 92-shin, me kanë ardhë nga Mirdita, grup intelektualësh, dhe i kishin thënë PD-s që të fitot në Mirdit duhet bini Zebrozin. Me erdhen edhe te katedra, me kanë ardhë disa herë. Dhe unë thoja, jo, nuk dua, në fund, biles më duket ishin 2 ditë para që duhej që
lista dhe aty në katedrë biles isha dhe me ca pedagog tjerë ku merë nga Mirdita. Kujtoj profesor Abdi Baletën, ishte aty prezent, ta Ozef, tha, po këto po të kërkojnë, tha. Ti pranoje, shko deputet, dhe po s'pëlqeu jep dorëheqje. Pra, shkurt me thënë, me të fund pranova, jam shumë i njohës Mirditës, sepse Mirdita më ka zgjedhur deputet, dhe atëherë ishte jo me listat mbyllura. Po, ishte bërë përballë atë magjoritar. Ishte magjoritar, me kë ishe ti në garë? Ishin disa, biles kam kujtime shumë bukura, po më zdua t'ju markohen, gjatë si deputet, unë kisha përballë kandidatin e Partisë Republikane, mikun tim, Maranglen Gjonaj, a ishte dekan në fakultetin teknik të Universitetit Tiranës, po. Dhe biles në Mirdi gjatë zgjedhjeve me pyesnin ç'mendime ke për profesor Maranglen, thosha ai kam shumë mik. Ai ka lidhje në Tiranë dhe nëse doni një deputet që të animoj më shumë Mirditën, votoni për ta. To që më shoqëronin fushatën, ti po bën fushat për atë apo për vete? Shumë bukur. Ishte, pra, edhe fushat. Dhe pastaj ju nga deputet, kush u tha që do bëheni kryetari i gjykatës? Kryetar gjykate. Kryetar gjykate, po, presidenti. Sali Berisha. Në fakt, po, ishte Nurahoti, kryetar, nuk e di pse do Ada dorëheqje, nuk i di rrethanat, edhe me thret Berisha dhe Eduardi. Eduardi ishte kryetari i PD-s. Eduard Selami. Kemi menduar që të shkosh në gjykatën e kasacionit, gjykatat ka korrupsion, ka fillon. I thash, dëgja, është më mirë një tjetër, një gjyqtar, se unë jam i përzi në politikë dhe nuk është mirë që unë të shkoj atje. Edhe opozita do ketë të gjitha arsyet të më kundërshtoj, sepse jam deputet i PD-s, por ka gjyqtar që biles unë propozova me emër disa nga gjykata e lartë pastaj. Kisha propozu atë që më vonë, nuk do futemi në falsira. Vetëm një emër. Jo, unë kisha propozu Avnishehun. Avnishehun që u bë pasaj? Po, dhe unë e pata që propozimin para se të me thrisnin mua, ishte periudha kur do emrohej, dhe unë isha kryetari komisionit ligje në atë periudhë dhe ishin mujtë e parë në PD që edhe me gjohej fjala edhe propozimet, por unë shkova i kisha një takim si pedagog në një konferencë në Strasburg për kriminalitetin e trinjve, do mbaja kisha bërë një studim, dhe kur kthehem, unë gjithë një sa zgjedh, ishte zgjedh Avniu kryetar, dhe biles kishte dalë në aeroport me më prite, i themurime kryetar, tha jo, tha, ka ndryshuar komplet. Ishin ngritur ato nga Borrelli, nga Mati, deputetet e kishin kundërshtu. Pra, ato që e njihnin më shumë Avniun, zonë e tij nuk e kishin rrëzuar. Pastaj, pasi jam hequr, unë mani e ka emëruar. Po do me thënë, ti e more vesh kur zbrite nga avioni që ishe emëruar? Jo, po flas për kur erdha nga avioni, flas për emërimin e propozimit tim, Avnisheu që nuk ishte miratu. Po pastaj çfarë ndodhi, si u miratua jotja? Ishte 92-shi, unë jam zgjedh pastaj në 93-shin. Po pra, cila ishte rrethana që u zgjodhët ju kryetar?
Po, si që thash, me thret Eduardi dhe presidenti, pata një kundërshtim me ato arsye që i përmenda dhe tjera, në fund pranova, por e mbajmën si tani, thash po pranoj, por duhet me jep një fjallën që ju do mbështesni pavarësinë e gjyqësorit. Do mbështesni, gjykatat kanë shumë probleme, shumë nevoja dhe për investime, për sala gjyqësh, për to, por edhe për të respektu pavarësinë e gjyqësorit. Në qoftë se më jep një fjallën, po pranoj. Kuptohet që nga herë politikanët kanë shumë të lehtë me dhënë fjallën dhe me e shkel me gjitha mënyrat fjallën. Dhe ju filluat punën. Okej, foto tjetër që ta përzim bisedën edhe me fotografi. Në fakt, këtu jeni në Washington, mos gaboj, përsëri me vajzën, bashkëshortën? Vajza, bashkëshortja dhe prindrit e Dianës. Prindrit e Dianës.